Për ndryshe neve të shkojmë në Portugali, në Lisbon, bashkë me Fatmirin, e në bashkë me Edonin. Artan, e në Artanin dhe marim Portugali, po të vëje në mod. Përshëndetje, kjo është Artani për ndryshe, po. Faleminderit shumë për që na prunë Artan, e vlerësojmë shumë. Veç dhe në vësh na marri që në rregullës. Po pra, neve online check-in kimi, për në Zürich e kimi, 24-26. Ave Fatmir, Edoni ku mbeti? Duket që na humbi Edoni, duket. Nuk jam shumë i sigurt. Më bon telefon, duket, më duket që ajo. Loja qëtë kush ja prek vesh. Po, dhe personi që do t'i preket vesh është tu për para, mund t'a filmosh. Po dhe ja prek i qëtë? Ja prek. Tu i keni insekt të i ke atë. Insekt të i ke. E o që atë insektin se do të kafshon. E ka kokën e ruar që dhe ja kësha shkull një qime. E do të e mban verën? E mbaj verën, ja. E do një është një mbajtës perfekt i verave. Si në ato podrumet me temperaturë stabile. Po, kur e shef që i vera ftohet, ja vendorën, e ngrohë. Shëndetje të rishikuar të dashur. Sa po kemi gjetur zonën e Duampirjes. Po, me këtë pamje madhështore. Jemi të privilegjuar të kemi këtë pamje në me. Si janë këta ballonat me plus. Për ndryshe fluturimi jonë ishte prej Zürichut, ne udhëtuam nga Shkupi për në Zürich dhe prej Zürichut në Lisbon. Sa po mbritëm, morëm një metro, tani do ham diku diçka, se jemi të pangrën. Edhe shiko sa bukur ecim njeri pas tjetrit. Po pra, u ndalëm këtu, rreth rrugës, në një restorant të vogël. Ushqimi ishte okej. Lasagna e Fatmirit ishte mbreslënëse. Pizza e Donit nuk ishte në nivelet e dukura. Si ishte as pizza? Dhe steku i pulës im ishte me gjithë sallatat 7 out of 10. Po, tani do pim edhe një kafe ne këtu. Edhe pasaj do shkojmë në apartament, se na flehet shumë, jemi të lodhur nga rruga. Rruga drejt apartamentit nuk ishte shumë e thjeshtë. Verën e mbajmë në dorë, taga za jugun, për t'u treguar miqve portugez dhe italian verën e Republikës së Maqedonisë. Opa, na morëm qaf. Na morëm qaf. Një diell i ngrohtë, ikëm nga kohët e zymta të Shkupit, një shi i cili sillte vetëm depresion Fatmir. Dhe asgjë tjetër, dhe erdhëm në një vend të nxehtë, të ngrohtë. Se na morëm qaf. Ne bëjmë sigur e zotrojmë rrugën këtu. Pamje të bukura Lisbon, ja? Mua më pëlqen. Arë që mona marim qaf. Gabum adresën. Erdhëm ke kjo lagja, aplikacioni Movit na dështoi. Kjo është jastëku. Po, këtu do me thonë e kimjen e krevetin e Edonit. Mirë po kreveti qëlloj themun. E në erdhi një djalë, e ndroj, na pru krevet 3. Kush e ngriti krevetin me atë gjallin? Edoni e ngriti. Edoni dhe sklavi. Dhe sklavi. E ngriti krevetin. E ndëshejmë i rehat. Dhe pushojmë pak edhe dhe dalim. Ashtu Edon? Ashtu. Like. Fatmir, si duke kërcime? Fatmir, ku je? Si duke kërcime? Shumë bukur. A? Edon? Shumë bukur. Po, paska be Edon, paska. Le, mëri qoka. Paska njës do me thonë. Si të duk mbrëmja Fatmir? Salut! A? Më mirë të lindesh me ngjyrë dhe të jetosh kështu. Shumë e sakt. Ishte një mbrëmje mjaft e bukur, ku pam një kërcim brazilian, të performuar nga shumica e njerëzve ishin brazilian, mirë po kishte edhe të huaj. Ne tentuam që të kërcejmë pak. Ishte interesant, më shumë shikuam se erdhëm nga fundi. Atmosfera shumë festive dhe ishte një vibe shumë happy, shumë cheerful, që na dha do
ngrohje jete pak nga jeta depresive në Shkup. Janë e doni, e do si të dukti mbrëmja? Mbrëmja ishte mjaft impresionante, ishte si ndonjë kërcim që kisha parë ndonjëherë, më tham la mbresa që unë dua ta mësoj. Javës tjetër kur të kemi prap, po vakene ne të vazhdojmë kështu, apo jo? Po, do të kërcejmë, do të futemi në turm, do të kërcejmë ndonjë gocë dhe do të shijojmë momentin. Shi filmor, kur të ma po, atër po ma video. Ajde. Përshëndetje nga edicioni i natës Edi's Cage Vlogs. Ku jemi Edi? Qif Fatoja i zën, biznismen si gjithmonë, Edi kurios për kulturën portugeze. Dhe tani ne do provojmë ca ushqime tradicionale në Kebiliana. Rikthehemi pas pak. Bifana con cuello. Bifana con queso. Alright, that's perfect. Thank you. Hai pancake. Edi, a duket e shishme bifana? Po, Qif, mendime? thank you. Unë se kom pa. Si thashë, në YouTube del kjo. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Bifana. Kuzhina tradicionale portugeze. Nuk ishte kjo ama hajt në rregull. We explored every corner of Bairro Alto, bar after bar, night after night, and somehow ended up in most of the chaos that Pink Street had to offer too. There was footage of it all, but let's just say that content didn't survive. Lost, deleted, maybe even sold to protect our reputations. Some stories are better lived than posted. Lisbon, you know what you did to us. But some clips are here to stay. Let's let the dogs out. The best shot in Lisbon. With All right. fire. With fire. With fire. And the secret product. And a secret product that we don't know. It's true. So we made a deal, we're gonna try the triple pleasure. All right. Pleasure. Can you bring it to us outside or we should come inside? Yeah, you need to come inside. It's All a right. presentation. It's a show. There's a show. Let's go. It's a show. That's why I say this for tourist people. Let's go, Albania! The most hot guys ever. Let's go Albania. Yeah. The triple shot. Three shots? Yeah, guys. 3 shots, yes, that's right. I'm gonna record it from you too. All right, we see the product this way. Huh? We see the product, it's not secret then. No, you do. I'm This just the other one joking. you just follow. I'm just joking. All right. Smile for the camera, pussies. We're already rocking. Guys, you wanna And do it's this 9. position. Look to the position. Yeah, all right. You gotta do this position. Yes. Oh, yes, position. Okay, guys. You need to scream, okay? Are you ready? Let's go. The best shot in Lisbon. Yeah, the best shot in this one, guys. That's right, that's right. Salud. Salud, guys. Salud. For the best shot in Lisbon. Now suck the lemon. It was very nice, I give you that. What? It was very nice, I give you that. All right, so we are doing the free shots of Lisbon, right? Here we go, guys. Se dim sa ti pa gjujmë mirë ma mra. Gëzuar djema. Salut! Salud. So you guys should come here. Thank you. Thank you. You are amazing. Guys, we have promotion for next time. Another free shop? Oh, really? Hey bro, I'm giving 2 free shots for you, man. Where are you from? From Albania. Albania. Albania, love it. yeah. You have a beautiful lady, bro. Thank you. 1 free shots, 2 shots for a person who like to go. Let's go. Sempre zero. Where are you from? Albania, bro. Yes.
Bravo. Njerëz të shtë kemi pëj. Thank you. We'll come around 11. We'll come back. Kemi pëj njerëz të shtë 3 shota, apo 2, sa pëjmë, 2? 3 për. Një e pa gjuma. Një e pa gjuma. 3 shota, 2 si kemi pa gjua, interesant. E në mod duhet na bin kaputa. E në mod duhet na. Po e do, nuk ta një YouTube dhe i që. Po, s'ka skandalin për... Mos pëj. Another 3 free shots.